Zhdezi se jem kretë. Fillimore që o normale. Po modele tjera që duhet, unë jam për një model këtë tjetër me po. Jam kretë në fund të emisionit, një pyetje kam të fundit, por jo shumë gjatë. Çfarë ndodhi me Vushtrin? Gjafa Andrej Gjarrahon. Gjafa Andrej Gjarrahon. O që qanë, ku e ke kryetarin, tha Lumir Abdizi, ku e të thështë Albin Kurti në momentin ku është nëshkru marrëveshja aty, sepse unë sisha, tha Abdizi, ku ishtë vetëm e qëdishme ishtë vetëm Albin Kurti. Ka te i kalu autorizimet në mbyllet asaj marrëveshje formale, e trajtojmë si rast izolum për momentin realisht, edhe gjithë shka do të sharot me kohë për neve mas 10 nëntorit. Dere me 10 nëntor është... Çka nëse me 10 nëntor ju e kuptoni që bashkëpunimi me vetëvendosin jo fiton zgjedhjet në Vushtri? Ta shohim tash. Çka nëse? Do të thotë atëherë do të dilte se Gjafer Tahiri ka vepru drejt. Jo bre, gjithëherë do të me po... Unë nuk jam këto situatat kur betejën tonë të fitume m'ja hup luftën ekipit. Nuk bëhet betejat vogla me hup luftën. Po më pengon LDK, nuk është era parë, po na përsëritet kjo, për betejat vogla po e dëmtojnë luftën politike. Dhe ato me dëmtojnë seriozisht. Nëse nuk je me përballu betejën e vogël e me kontribu në fitimin e luftës politike, falen që po përdori terma militar, po nuk mëj me dalë për i kësajna, atëherë është kjo situatë. Jo të gjithkon do të me fitu me çdo kush, se ne kemi edhe në komuna. Çka ndodh zoti Haziri? Në komuna tjera, në raste tjera. E përmendet që jeni në 9 komuna në ballotazh. I keni fituar vetëm 2 komuna në raundin e parë. Diku jeni më mirë, diku jeni garoni si të tretë. Po ndaj garoni si të dytët, po me një dallim të theksuar siç është rasti i Xhilanit. Çka nëse në fund këtij procesi rezulton që s'keni sukses? Kjo është vetëm proces politik. A do të me po që kjo është vetëm një proces politik. Në Gjilan ka ndonë një inxinjering para zgjedhor. E kërkoni përgjithësi kryetarit të partisë. Ka ndonë një inxinjering para zgjedhor. Për Gjilan, me shumë pyjtë drejtë vëdet, për flasë për tjerë. Se i njëti inxinjering ka ndonë dhe në komuna specifike që i përmenda më herët, i cilin balotash qytetar ka vendosë edhe njëherë mi sprovu. Edhe njëherë mi qitë, sepse rezultati është 0-0 tash. Efekti që përthoni i dalimit, efekti fitusit, janë problem, por nuk është... A i kërkoni përgjithësi nëse ju s'keni sukses në balotash? Kjo ishte pyetja. Kryetarit partisë. Për tash me votë politike në jena të parë, gjëvdet. është çështje e numrave, dole edhe PDK-ja sot mazdite me këto. KQZ-ja i konfirmon shumë shpejt. Na me votë politike me partije e parë, vetëvendosja partije e tretë. Gjaferi, a e bërin me koordinim apo koordinim këtë? Në djenin time o pa koordinim. Sepse ai po thotë që në djenin time o pa koordinim. Në studio tjetër po unë e mundu me kuptu, edhe nga kandidatët tjerë që ka pasi vallaj autonomie në vendimarrje. Edhe pa kur var qëllimi me kërku që Gjafer Tahiri me qenë racional, mos me reagu me inat politik, mes me reagu me inercion, sepse ka bon, do të më bo pjesë e ekipit, do të me rryt rëndësin e ekipit. Unë mendoj që në guti është bo gabimi. Guti është bo gabimi. Po thot një lider s'do ta kallë shtëpin, për i referohet zotit Abdiziku, sepse aje quajti Qyqan. A mendoni që është Qyqan, zotit Tahiri? Unë kujdesem shumë për fjallor. Se s'është kjo gjua që është e rrugovizmit. Të pak të mëse kam dëgjuar nga zotit Dore fjallor. Edhe Lumiri, si kryetari LDK-s, ka reagu në ato që e ka ndjerë, realisht. Ka njerë edhe na jemi njerëz, nxjerrmi mendimet, nxjerrmi me ka njerë reagon